Fillimisht, unë po du më të regu që qëto 4 vjetë nuk kam qenë shumë i angazhum politikisht. Para 4 vjetë, po, si asamblist, tash që po dale pisho se gjendja s'ka ndryshu, absolut veç që është rëndu, sa i përket demokracisë. Në më thonë, dhe i sa ta koni njëre dhe thëtë, ju s'po kom qef më dalë foto se pastaj po ka pasoja, kjo të regon që aty është një sundim modern. Kështu që arsyeja e ikjes njerëzve është pikërisht kjo mungesa demokracisë, nepotizmi, edhe njerëz nuk mujnë me rezistu një kod gatë. Nëse ti për me rezistu një fëmijë qerdhe, duhet me shku me lyp ndim të kryetari, atëherë kjo është, edhe kjo më ka me kuptu që për një me ka mundësi që zhvillimi po bëhet i ngadalshëm komunën tonë i qëllimshëm, mënyrë që me kontrollu masën. Çfarë logjike ka një prind më shku te kryetari edhe mi thonë falë, qyre kam djalin me regjistru, po veç ti duhet më na e votën neve e nata. Apo merr vetëm si shembull kështu. Ky është shembull se apo e dini dikë që ka bërë? Jo, kjo është që po ta them, kjo është e vërtetë. Kështu që njerëzit kanë vujt shumë, nuk janë gatshëm më vujt prap. Edhe bojnë zgjidhje, lëvizjen qoftë diasporë, qoftë Prishtinë, qoftë se nuk e durojnë trysninë edhe nuk e durojnë presionin, bojnë zgjidhje tjera.